isha, kur ju vendosni të kthye antar të gjykatës kushtetuese rreth Arubës, keni materiale që referoheni spakut apo jeni duke folur në mënyrë metaforike? Pyetja e parë. Kam një pyetje tjetër mbasi më përgjigjeni për këtë. Së pari, në mënyrë absolute, në Aruba kanë qenë 2 ose 3 zyrtarë të lartë të dërguar nga Edi Rama së bashku me biznismen, me charter apo me avion tjetër nga Tirana. Kjo është e sigurt, kjo del në dosjen spanjolle, del në dosjen belge, del në dosjen italiane. Këta e mbajnë të fshehtë dhe sekret në mënyrën më të padej, sepse ata që kanë qenë në Aruba në spaku faktojnë para çdo shqiptari se ky shtet është drogë dhe droga është shtet. Ata nuk kanë shkuar me vullnet e tij, ata kanë shkuar të dërguar nga Edi Rama. Kaq mund të them për Arubën. Për gjykatën kushtetuese unë ju garantoj ju se dëshira ime e plot është të shpreh respektin më të madh. Por nuk mund të shpreh respekt kur për një gjykat që ka gjykuar, ka vendime në shkeljen më flagrante të neneve të kushtetutës. Merr pak të lutem lexo nenin mbi ankimet në gjykatën kushtetuese. Do mbetet në turpin e tyre që votuan dhe nuk legjitimuan grupin parlamentar ose 35 deputet të opozitës kur paraqiten atë për një çështje. Dhe u shprehën se ata nuk përfaqësojnë parlamentin. Nuk ke për të pa kur ndonjëherë historinë e këtyre gjykimeve, gjykim në tutkun, në të shpifur se atë, në një kohë kur kushtetuta thot, kjo drejt u jepet 35 deputetëve. 35 deputetëve pikërisht jo parlamentit, jo kryetares parlamentit dhe administratës. Dhe ata politikisht e hodhën poshtë, por e lanë me një anë se kanë vepruar në parimin klasor. Si ju duket ju? Hedhja poshtë të gjitha padive që ka bërë opozita të ligjeve për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. A e dini ju që u shkatrua parku i Butrintit? U ndërtuan një seri ngulimesh në parku natyral të Butrintit pas këtij vendimi. A e dini ju që ligji i zonave të mbrojtura që u amendue u kundërshtuan nga opozita dhe u hodh poshtë nga gjykata kushtetuese. A mund të më thoni ju pak, a ka turp më të madh se këto? Në një kohë kur këto janë të gjitha standarde europiane, gjykata kushtetuese është për mbrojtjen e për interpretimin e kushtetutës dhe konventës europiane të drejtave të njeriut. Pra, ju më thoni mua, pse quhet kushtetuese, duhet të treguar respekt. Respekt duhet të tregojnë rreth para ata, se edhe Haram Begaj quhet president. Po keni pa ju një akt të vetëm të Harami që shkon dhe bëhet haxhi atje, po mirë fort zgjedh nuk i kundërshtoj, po do të thotë që duhet jetë i drejt apo gjersa ka një dëshmon se ka një besim ose është rikthye në besimin fetar, atëherë si mund të sillet me një cinizëm ndaj atyre 10 mijëra të rive dhe qytetarëve që protestojnë absolutisht për interesa të çdo shqiptari. A y edhe Haram dhe e ka. Pyetja e dytë që ishte
zoti Berisha, sot është gjyqi i themelit në dosjen Partizani. Urdhë? Sot është gjyqi i themelit në dosjen Partizani ku ju jeni akuzuar nga SPAK. Pritet të dëshmoj ish presidenti Bamir Topi. Si e parashikoni ju dëshminë e tij dhe pse është thirrur në dijenin tuaj Bamir Topi? Se saktësisht pse është thirrur Bamir Topi e din ata që e kanë thirrur, prokurori ose gjykatësi. Në hamendjen time, ai është thirrur sepse ka qenë president republike në mos gaboj. Pas Mojsiut ky është lançuar dhe natyrisht do ta pyesin si Commander in Chief, si kryekomandanti i forcave të armatosura, çfarë dina